Ndërkohë po kthehemi te salla, sepse këtë vit është në Ferizaj, banorët e Ferizajt e din, është salla ina Events grupit që është një sallë super e madhe, për sa veta ka kapacitet? Për 350. Për 350 veta dhe është e hapur tash prej këtij momenti për komplet sezonin. Në fakt ka qenë sezona e parë që iku tani ma 2025, është hera e parë që na punu me sallë. Salla ina Event Group është një sallë super e bukur. Menoj që ka qenë një pjesë e fatit, se ka një pjesë të natyrës dhe është diçka që janë do dhurata kur ndoshta i meriton kompania ose njerëz e asaj kompanie, asaj ekipe që ka punuar tepër shumë, meritat e krejt tjeta ajo sallë kaq e bukur. Dyshysh më kanë thonë pse adin e ke hup modestin ose me lënë ndoshta vetën anash e kësaj gjana tjera, po janë merita krejt të Albanit, të aksionarit që cilit unë kam edhe shok të fëminisë, shok të shkollës mesme, kemi bë krejt idejt bashk, po ka dalë një vend qaq i bukur, po menoj që ka meritu dhe u kondosh tjetë edhe në Ferizaj edhe në Kosovë një sallë kaq e veçantë, se aty nuk është vetëm sallë e dasmav. Do me thonë, ka një pjesë të natyrës, vetë ajo hyrja në sallë, ka një dy lisa shumë të bukur dhe shumë natyral, që një zotë e din sa vjetë ju ka dash, nështë ta... Morita i lesë, pa. Morita ta dhe me qeni natyrë kaq e bukur, kaq natyrale, mandej ajo pjesa e aksesorëve që është mrena i ndriqimi profesional, ka shumë aksesor që tani janë trendin këtë botë, një të në Kosovë, po e mira kësaj është që në klientat e mi dhe do me thonë ta shpresin gjithmonë janë mësu nga kompania jam me marrë dekoret veçanta, shërbimet veçanta dhe salla është normal, është me një staf super të veçantë, janë njës prej shërbimit, prej kuzhinës, gjithçka që na ofrojmë, po dhe klientela jonë është super e mirë dhe do me thonë e dojnë luksin. Ama në hyrit, do me thonë në hyrit parë, në takim me neve, ata janë qaq sigurt, janë qaq vetvetja, e din çka dojnë, do me thonë pagujnë shumë se e din cila është e bukur e saj. Do me thonë edhe na e dim që kur të pagujnë diçka të bukur, edhe diçka shtrejt, të e din normal që ki një produkt tjetër para vetës, dhe e thëmë pa modesti, po është salla më e mirë për momentin dhe qoftë nga shërbimi i kuzhinës, nga shërbimi i stafit, që e bojnë po, menoj që dasma kur të pagu shtrejt, duhet t'i ketë pa tjetër ato shërbime. Absolutisht që po.